këto vajza nuk ofrojnë thjesht shërbimin seksual, por ofrojnë edhe atë shërbimin e shoqërimit me orar të zgjatur që shkon nga një ditë në 24 orë e madje edhe në javë të tëra apo edhe në 2 javë dhe çmimet pastaj ndryshojnë, shkojnë në 5.000 euro deri edhe në 30.000 euro. Dëgjova një çmim të fundit të një vajze escort VIP, e cila kishte shkuar jashtë për të ofruar një shërbim 2 javor dhe kishte marrë tarifën për 30.000 eurosh. Shoqërojnë, pra është një paketë shoqërimi siç e the ti, jo vetëm ofrim e thënë rëndom të intimitetit, por për çfarë shoqërojnë? Në evente caktuara, në ngjarje caktuara? Shiko, në një farë mënyre, Mario, vihet të re që dua ta nis pak edhe tek pjesa e burrave këtu, tek pjesa mashkullore. Thjesht shoqërojnë, mund shoqërojnë në një darkë të caktuar ku mund të mblidhen disa burra të një kategorie patjetër, të një shtrese sociale të pasur, nuk flasim këtu për shtresa të varfra, do të ndaloj edhe tek këto shtresa, flasim për nivele ndoshta biznesmenësh apo edhe fushave të tjera edhe të krimit të organizuar e merat, pra fushave të tilla jetësore, të cilët vetëm për të pasur edhe praninë e një femre në tavolinë, marrin pikërisht këto eskorta, këto vajza dhe i bëjnë pjesë të shoqërisë së tyre thjesht për të ndjerë mirë. Ndonjëherë është edhe si një unë e kam konsideruar për fat të keq si një lloj ankandi, pra ka burra, ka meshkuj të cilët kanë një pasuri të caktuar, kanë një status të caktuar shoqëror dhe bëhet si një lloj gare se kush ka femrën më të shtrenjtë dhe më të kushtueshme.